Shërbimi ndaj njerëzve është shërbimi ndaj Allahut të Madhëruar. Nisur nga se u citua më sipër, mund të themi se shërbimi ndaj njerëzve është në vetvete shpreja e shërbimit të ofruar ndaj Allahut të Madhëruar. Kjo duket qartë te transmetimet e sipërpërmendura. Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, paqja e Allahut qoftë mbi të, citohet që ai të ketë thënë kështu: ai njeri që e ndihmon vëllain e tij musliman dhe i zgjedh një hall atij, është sikur t'i ketë shërbyer Allahut të Madhëruar gjatë gjithë jetës së tij. Këtë çështje ka cekur dhe Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, te një prej fjalimet e tij dhe thotë kështu: vëllezërit tanë të dashur dhe shumë të nderuar, le të përgatiteni për t'i shërbyer popullit të vuajtur. Le të shtrëngoni fort rripat e tyre dhe të viheni në shërbim të popullit të tyre, çka do të thotë në shërbim të Allahut të Madhëruar. Pohimi që tregon se shërbimi ndaj njerëzve është në të njëjtën pozitë sikurse shërbimi ndaj Allahut të Madhëruar, është përmendur dhe është cekur vazhdimisht në transmetimet e ndryshme që na kanë ardhur prej imamëve tanë të nderuar dhe të pafajshëm. Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Kështu pra, në transmetimet e Imam Sadikut, paqja e Allahut qoftë mbi të, thuhet: ai njeri që e ndihmon vëllain e tij musliman dhe i zgjidh një hall atij, është sikur t'i ketë shërbyer Allahut të Madhëruar gjatë gjithë jetës së tij. Kështu pra, bekuar qofshin profetet e nderuar që shpenzojnë jetën e tyre në shërbim të njerëzve dhe të njerëzimit. Për sa kohë ky shërbim vihet në funksion të dashurisë dhe të afrimitetit me Allahun e Madhëruar. Bekuar qofshin shërbimet e tyre ofruar njerëzimit, për sa kohë ato konsiderohen si shërbim të ofruar vet Allahut. Nisur nga se u tha, kuptojmë se është e natyrshme gjithashtu që librat hynor të kenë zbritur për të njëjtën funksion dhe për të njëjtën qëllim. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: nuk mendoj dhe nuk besoj se mund të ketë adhurim më të madh, më të çmuar dhe më të vlerësuar se sa shërbimi dhe ndihmesa e ofruar ndaj njerëzve të vuajtur që janë në nevojë. Për këtë arsye, mund të themi lehtësisht se shërbimi i njerëzve është një prej formave më të lavdëruar të adhurimit dhe të afrimit për te Allahu i Madhëruar. Është detyra jonë që nëpërmjet shërbimit ndaj njerëzve në nevojë të vihen në kërkim të kënaqësisë së Allahut të Madhëruar, veçanërisht kur kemi të bëjmë me atë natyrë ndihmese dhe shërbimi që e largon mjerimin prej të mjeruarve dhe e largon skamjen prej njerëzve të zhytur në skamje.